Personalisht, zonja Gaxheri, nëse mund të ndash me ne ndonjë nga përvoja tua, ta zëm edhe gjatë kohës së përgatitjeve për të ndryshme, çështje të ndryshme me rëndësi për vendin, siç ka qenë shpallja e pavarësisë, por edhe paraprakisht, sepse zotëri Daci ishte kryetari i parë i Kuvendit të Kosovës, ndonjë përvojë kështu moment që mund ta ndani nga përvoja juaj dhe bashkëpunimi me Dacin. Po, natyrisht, kam shumë kujtime të mira, kujtime të vështira, të veçanta. Megjithatë, për momentin mund të them se gjithmonë sepse ne kemi kaluar, e dini të gjithë, procese shumë të vështira, shumë të rëndësishme për vendin, edhe me njëherë pas lufte, mos flasim për luftën, para lufte që gjitha këto i kemi përjetuar, edhe zoti Daci ka qenë në Kosovë. Por pas lufte në kohën kur ne përgatiteshim për shpalljen e pavarësisë Kosovës, natyrisht që ndoshta unë po them për veten, përfshinin emocione, ndonjëherë edhe zhgënjim, sepse ditën e pavarësisë kërkonin ta shpallnin me qetësi, kërkonin pra faktorin ndërkombëtar, ata që na ndihmonin, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe natyrisht që unë kisha prit me vite që ajo ditë jetë me entuziazëm, ma e lumtur, kisha pas me thonë, dhe mbaj mend që ai me qetësinë e vet na u drejtu ashtu në grupin tonë që ishim në një sallë aty brenda Kuvendit, dhe na tha nuk ka rëndësi si do të shkojmë, rëndësi është që ne po arrim që Kosovën ta bëjmë të pavarur. Duhet jemi të qetë, të lumtur. Pasi ta shpallim pavarësinë, gëzimi do të vijë vetë. Dhe i mbaj mend këto fjalë, edhe natyrisht që vërtet ishte një moment ku gjetëm të gjithë mbështetjen, e u bashkuam të gjithë, dhe natyrisht ato momente janë të papërsëritshme, dhe shkuam në sallë, kuptohet, dhe krymë aktin e pavarësisë, e pastaj u kthyem të gjithë, dhe po gjetëm kohë pastaj edhe për të testuar. Kam shumë momente të tilla, kemi dhe momente shumë të vështira, por sidoqoftë për mua do të mbetet një personalitet i cili do të jetë frymëzim gjithmonë sa herë të kemi vështirësinë të botë, po të jetë mos dorëzohemi. Gjithmonë me qetësi, pra, të zgjidhim gjitha problemet dhe të mos dorëzohemi të ecim tutje. Ai është vërtet një shembull që, siç e thoshte vetë, nga fëmijëria e tij që është rritur pa prind, pra nga mosha 4 vjeçare ai ka mbetur pa nën dhe pa baba. Dhe ai thoshte gjithmonë se unë qysh fëmijë dhe deri tash nuk jam dorëzuar dhe mund të ecim tutje. Pra, kjo do të jetë një inspirim për ne dhe për gjeneratat që vijnë. Zonja Gaxheri, me qenë se jemi këtu dhe është shumë afër kanë qenë edhe zgjedhjet, ndoshta na mirë kupton që ta kemi edhe një pyetje kështu për çështjen e rezultatit të zgjedhjeve, si një